Shikues të nderuar, Televizion Shqiptar të Amerikës ju përshëndes, jemi në emisionin Kultura në Diasporë. Është emision i ri, sot kemi shumë si arritje, pasi vetë jeta e shqiptarëve është e tillë, shqiptarët punojnë për të rritur dhe për të patur suksese në jetën e tyre të përditshme në të gjitha fushat, por sot do të jemi në fushën e kulturës. Para disa ditësh UNESCO ka marrë në mbrojtje Xhubletën. Është një kënaqësi dhe një arritje e madhe për gjithë kombin shqiptar, pasi do të jetë përfaqësuesja e artit e kulturës, e traditës, e zakoneve, pse jo edhe civilizimit shqiptar, 4.000 vjeçar, që ajo përfaqëson popullin shqiptar, dhe është një kënaqësi që UNESCO e mori në mbrojtje. Po ashtu, për të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diaspora do të ketë tashmë veçanërisht për brezat e rinj, asamblin artistik kulturor të fëmijëve, lulet e diasporës. Është një kënaqësi që edhe ne si televizion jemi të gëzuar, të ta suportojmë këtë nismë, pasi është krijuar ky ansambël, ka hedhur themelin. Është me drejtues profesorin Asit Çeka, i cili rrjedh nga një familje qytetare shkodrane, por do ta theksoj se babai i tij, miku i të gjithë këngëtarëve, i gjithë krijuesve, mjeshtri i madh, Ramazan Çeka, është personi që e ka iniciuar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ja ka besuar djalit të tij, profesor Asit Çeka. Profesor Çeka, mirë se ke ardhur. Mirë që kam gjetur, faleminderit për ftesën. Iniciativa juaj që keni çelur asamblin Lulet e Diasporës është një nga arritjet më të mëdha në fushën e artit të kulturës që është bërë dhe po bëhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pasi çdo njeri, çdo familje, çdo person tani e mendon, çdo thot profesor Çeka, fidan, pra fidanishtë e reja, janë fëmijët. Dhe di që puna me fëmijët është e vështirë, por është e lavdishme, është një punë shumë e vlerësuar nga gjithë shtresat, njerëzit e qytetëruar, sepse aty fillon dhe vazhdon jeta e një kombi. Cila është rëndësia e hapjes të këtij asambli? Rëndësia e themelimit të këtij ansambli Lulet e Diasporës është të rrymë me vlerat artistike të cilat kanë fëmijët tanë, ato fëmijë që kanë talentin, kuptohet, që mos të humbasin duke marrë parasysh sepse jemi edhe jo në vendin tonë të origjinës, por të dalin e pa talenti i tyre, siç kanë dalë edhe talentet sot njihen në gjithë botën, siç është Dua Lipa, Rita Ora, Bebe Rexha e tjerë. Dhe kam dëshirë që këto talente të punoj shumë me ta, të ecin sa më përpara, pse mos janë edhe këto të famshme siç janë emrat që përmendëm pak përpara. Edhe këto të lulëzojnë nëpër skenat botërore, edhe ne të krenohemi me këto. Profesor Çeka, në çfarë faze jemi aktualisht? Fillimin e fazës, sapo është ndërtuar ansambli, unë me këtë rast edhe i ftoj gjithë prindërit që t'i sjellin fëmijët të ky ansambël. Këto fëmijë do të jenë dhe dy grupesh, pra solistat dhe kori i fëmijëve që do këndojnë. Dhe si thash e bëj thirrje t'i paraqesin fëmijët aty, kuptohet do përzidhen me talentuarit, se jo gjithkush mundet të jetë talent në fushën e muzikës, apo në çdo lloj fushë tjetër, janë me prirje. Dhe shpresojmë që të ecin mbar mirë. Nga cila moshë janë fëmijët që pranohen? Atëherë mosha vazhdojnë rreth nga mosha 5-6 vjeç deri në moshën e 14-15. Po kush e përcakton, ka një testim që përcaktohet do të jetë pjesëtar kori apo solist, apo do t'i kenë të dyja bashkë, si është kjo si rregull? Po ato normalisht do testohen, se thash nuk mund të jenë gjithë solista, se solisti ka punën pak më të madhe se sa pjesa e korit. Se kori është back vocal, pra zëri i dytë. Dhe unë shpresoj të kemi solista sa më shumë. Solistat duhet të janë edhe në kori, s'bëhet fjalë që po aty do jenë, por disa fëmijë do jenë vetëm në kori, disa do jenë edhe kori edhe në pra solist. Sa fëmijë duhen që të jenë në ansamblin tuaj?
Minimal paktën rreth 20.000 duhet jenë. Dhe maksimale? Maksimale nuk ka se kemi ndonjë limit standard. Sa më shumë është më mirë është, sa më shumë talentet kemi. Po nga informacioni që keni juve, pse keni disa kohë këtu në Michigan, edhe në Amerikë, keni njëhori se ka fëmijë që janë talent se edhe vazhdojnë në rrugë të tjera për të mbajtur gjallë artin e kulturën? Po, ka shumë fëmijë talenta. Unë kam përmbe një vit që jap mësim këtu në Michigan. Unë jap mësim edhe instrumenta përveç pjesës këndimit. Ka talenta shumë. Jemi komunitet i madh, jo i vogël në Michigan. Dhe ka çdo ditë për hyrje faktikisht. Ka interesim shumë të lartë. Pra çdo ditë kam thirrje, telefonata, mesazhe që prindër që interesohen të sjellin fëmijët aty. Se ka realisht të talentuar shumë. Ku e keni qendrën e asamblit? Unë qendrën e ansamblit e kam te kisha Shën Palit në Rochester. Aty kam edhe klasën time, ku zhvilloj orët e mësimit. Aty janë të mirëpritur gjithë. Ishte një shumë e mirë. Kisha Shën Palit vazhdimisht i ka suportuar artin, kulturën, traditat, që janë çështjet jo vetëm ato fetare, por edhe ato detare kombëtare shqiptare i ka suportuar vazhdimisht. Unë jam shumë i njohës Dom Fred Kalaj, i cili me përkrahi iniciativën time, ju përgjigj thirrjes time që unë të hapja ansamblin dhe të hapja shkollën, po quajmë shkollë private ose kurset private të muzikës. Ai e përkrahi më njëherë dhe më dha në disponim klasën dhe më tha zgjidhë ti cilat pëlqejnë nga gjitha klasat që disponojmë. Sipas programit që ju keni profesor, cilat janë arritjet e një personi si individ edhe si asambël bashkë? Se sa fëmijë do arrijnë të finishin, akoma as vetë nuk e di sepse jemi në fillimet, sa kemi themeluar ansamblin. Unë shpresoj që të ketë sa më shumë fëmijë. Uroj që gjithë të shkojnë në finishit, por eksperienca na ka kallëzuar që në çdo fushë, vetëm muzikë, jo gjithë të shkojnë në finishit. Arritjet e tyre se përfitimi i tyre në këtë është sepse ato kanë një hapësirë që të mësojnë se është diçka. Vokalin ose talentin nuk e profesori, mësuesi, atë e jep Zoti. Por mësuesi ja punon. Ja mëson teknikat, ja kallëzon rrugët ku duhet eci, si duhet dali dam, si i thëmë, për në këtë lloj profesioni, në këtë lloj fushë. Profesor që ka asamblin, a do marri pjesë në këto aktivitetet që bëhen në Shqipëri ose në vende të tjera? Po, atëherë ne do kemi disa aktivitete gjatë vitit, siç ishte edhe para pak ditësh aktiviteti i Fesës Flamurit, ku një nga nxënësit mori pjesë aty, dhe qëllimi im është që paktën çdo vit do jetë festivali i fëmijëve me këngë të reja, ku do ketë edhe çmime, ku çmimi i parë do jetë pjesëmarrës dhe në festivalin marrëkombëtar të fëmijëve që zhvillohet në Shqipëri, saktësisht në qytetin e Shkodrës. Pas sa të mbyllim pjesën e parë të emisionit, pasi do të kemi të ftuar Albanën, pra Albana Goqen, e cila do të këndoj. Kisha dëshirë që t'ju falenderoja së pari. Ju falenderoj pasi është një gjë e mrekullueshme që bëhet në komunitetin tonë. Dhe shpesh nisen shumë iniciativa, kam pasur dhe suksese, por që njerëzit të kenë besim, që njerëzit të dinë se me kë bashkëpunojnë, unë në lash që të prezentojnë vetë, pasi ju keni një aktivitet të gjerë, edukimi, keni një aktivitet artistik, edhe mundet që përshikuesit, kamera është për juve, nga jeni, e shkollimi juaj, mandej pastaj aktivitetet tjera dhe këtu në Michigan, që keni ardhur, keni me familje, mund t'i thonë edhe. Po, atëherë, si që thotë, unë vi nga qyteti i Shkodrës, shkollën fillore dhe atë 8 vjeçare, si që i kemi thënë, se tash është 9 vjeçare faktikisht, kam mbaruar shkollë përgjithshme, por muzikën e kam filluar privatisht në moshën 9 vjeçare,
në instrumentin e baterisë, se që quajmë tash këtu në Amerikë drums, me aktivitete të njëpasnjeshme në qytetin e Shkodrës, aktivitete lokale. Pastaj në moshën e 12 vjeçare, paralelisht me instrumentin e baterisë, fillova dhe kurs për instrumentin e fizharmonikës dhe teorisë muzikës solfezh. Dhe pasi mbarova 8 vjeçaren, unë konkurroj për fizharmonik në shkollën Prenkjakova, shkollën e muzikës në Shkodër, ku e fitoj konkursin dhe bëm pjesë asaj shkolle si nxënës. Dhe pastaj diplomohem në shkollën e mesme fizharmonik, konkurroj në Akademinë e Arteve, ku dhe aty fitoj dhe bëhem student për në degën pedagogji muzikore. Mbaroj bachelorin, masterin, kursi i baterisë nuk shmangët, pra nuk ndalohet asnjëherë edhe gjatë universitetit. Diplomohem me rezultate të mira, kur dhe gjatë pushimeve verore, nëse s'gaboj pas vitit të dytë universitet, bëj dhe një masterclass në Istanbul për instrumentin e tupanit. Dhe kështu vazhdojnë aktivitetet e mia, punësohem dhe si profesor i muzikës në qytetin e Shkodrës, pasi diplomohem, se edhe aty ishte me konkurs, edhe të hysh profesor, jo vetëm në nxënës, dhe fitoj edhe aty konkursin, pra testin për të bërë pjesë e stafit akademik. Çfarë lëndë jepje? Aty kam dhënë teori muzikët, solfezh, harmoni, histori muzike. Për rreth 6 vite, pastaj shpërngulem në Amerikë me familje, me bashkëshortën dhe me gocën time. Goca ka lind faktikisht në Amerikë. Dhe për pothuajse rreth 3 vitesh jam pjesë tash e komunitetit shqiptar në Amerikë, ku vazhdoj të njëjtin profesion të këtu. Po, tu i merri pjesë në aktivitete me tupan? Po, jam shumë i angazhuar me aktivitetet në Amerikë, në Great Amerikën, ku njëkohësisht gjej rastin të falenderoj gjithë shqiptarët, të cilët më ftojnë në gëzimet e tyre familjare, më besojnë ditën e tyre të veçantë, gjithë organizatorët e koncerteve, të aktiviteteve që më besojnë të jem unë pjesë aktiviteteve, sepse pa përkrahjen e tyre, aso nuk do isha këtu ku jam sot.